Elianos, atëherë, do nisim me lindjen e mesme, ashtu si thash, e cila po përjeton një nga momentet më të rrezikshme të viteve të fundit dhe sulmet me raketa dhe bombardimet kanë përfshirë disa vende dhe sigurisht tensionet tashmë po rriten çdo orë, ndërkohë shumë analistë po paralajmërojnë se ky konflikt mund të ketë dhe pasoja shumë të mëdha se sa një luftë mes dy shteteve. Elianos, fillimisht si e ke parë të gjithë të konflikt tashmë midis SBA-s dhe Iranit dhe nga ana tjetër mendon se kjo luftë është tashmë fillimi i një përplasje të madhe mes fuqive botërore? Atëherë, siç e dim, në 28 shkurt 2026, forcat e armatosura të ushtrisë amerikane dhe asaj izraelite, me iniciativën e qeverisë izraelite, të kryeministrit ultranacionalist Benjamin Netanyahu, kanë filluar sulmet kundër infrastrukturës ushtarake, infrastrukturës së transportit, asaj energjetike, por dhe kundrejt objekteve civile, siç e dim, me shkollën e vajzave që bombardua dhe me objekte banimi që kanë çuar numrin diku tek 120-150 viktima civil deri më tani, të paktën në Teheran. Situata ndonë se shumë analistë kanë qenë skeptik për një eskalim të tillë që po ndodh aktualisht, i kishte dhënë premisat dhe të gjitha shenjat se kishte për të arritur në këtë pikë, siç e dim, Izraeli me luftën e tij, programin e tij agresiv ushtarak, i cili është shpallur publikisht për qeverisë izraelite, dhe mbi pikat e tyre strategjike që ata kanë kërkuar të eliminojnë ose të arrijnë, pra objektivat flasim, konfrontimi me Iranin ishte njëra prej tyre. Dhe më shumë se sa një iniciativë amerikanëve, pasi gjithë opinioni kryesisht publik është i fokusuar te SBA-ja, si superfuqia që ka hyrë aktualisht në luftë, zyrtarisht ata në luftë me Iranin, siç e presidenti Trump e ka deklaruar. Iniciatori, siç e thash, dhe fillimi i gjithë kësaj, le të themi, kasapane që ka nisur tani në lindjen e mesme, dhe që po eskalon te çdo ditë më shumë, çdo moment më shumë, jo çdo ditë më shumë, ka qenë Izraeli dhe qeveria izraelite. Konfrontimi drejt për drejt, bombardimet ilegjitime dhe kundrejt çdo ligji ndërkombëtar dhe kundër kartës së OKB-s, që kanë deklaruar dhe shumë lider dhe organizata botërore, ka çuar në atë që ne sot e kemi një fakt të kryer, dhe që po na impakton të gjithëve ekonomikisht, politikisht dhe sigurisht ushtarakisht, duke folur për vendet e Gadishut Arabik, po njëkohësisht edhe për vendet e Mesdhellë, siç e dim, bombardime kanë pasur edhe në Sri Lanka, së fundmi në Oqeanin Indian, pra në një shtet që është në kufi me Indinë, një nga superfuqitë botërore. Ka pasur bombardime në Kipro, ndonse të pakonfirmuara mbi kush ka qenë aktualisht iniciatori i tyre e të tjerë. Britanikët nuk kanë dhënë shumë detaje, ndonse evidenca ka pasur që dronët kanë qenë izraelit, siç e dim edhe në Emiratet e Bashkuara Arabe, në tentativën për sabotazh dhe bombardim të cisternave të naftës dhe rafinerive të naftës, ndonse në fillim u quajtën izraelit, u quajtën iranian, dolën që ishin agent izraelit të shërbimit të Mossadit, shërbimi sekret izraelit. Pra po shikojmë që lufta ka kaluar atë fazën e thjesht bombardimeve që ne jemi mësuar historikisht të shikojmë, pra 10-15 raketa, disa godina të shkatruara, vrasja e ndonjë lideri, dhe ka arritur në atë që ne po shikojmë edhe në konfliktin armatosur Rusi-Ukrainë, në sabotazhe, atentate dhe në eskalim në vendet shinje. Që kemi parë dronë që hynë në Poloni vitin e kaluar e të tjerë. Dhe gjendja sigurisht sa vinë edhe, siç e përmenda më parë, po del, si mund të themi, jashtë kontrollit. Amerikanët kanë humbur kontrollin aktualisht. Gjendja nuk besoj që çdo njeri që shikon ose e ndjek në media
e kuptojnë që kjo nuk është më një luftë e tipit si Iraku ose si Siria ose si Libia që Amerikanët e mbyllën për diku të 3 muaj, 2 javë, zbarkuan trupat, diçka ishte precize, eficiente të tjerë. Ne po shikojmë që ushtria amerikane po tregon ditën nivel mediokritetin se mund ta quajmë si ushtria ruse në Ukrainë. Pra bazat ushtarake amerikane, rreth 9 deri më tani janë sulmuar. Amerika sipas agjencisë turke të lajmeve Anadolu, kalkuluar dhe nga shërbime sekrete turke, nga imazhe satellitare, ka humbur gati 2 miliard dollar amerikane asete ushtarake dhe infrastrukturë ushtarake në lindjen e mesme. Pa përmendur që bazat ushtarake janë goditur në Oman, pa përmendur që gjendja ka kaluar dhe disi komike, ku 3 nga avionët ushtarak amerikan, F-16, janë goditur prej forcave kundër erojve të Kuwaitit, jo prej iranianëve. E qartë. Elianos, nga ana tjetër, sulmi me dronë ndaj bazave britanike në Qipru ka ngritur sigurisht dhe alarmi në strukturat ushtarake perëndimore dhe sigurisht që Qipru është një pikë strategjike për operacionet e NATO-s në lindjen e mesme dhe çdo goditje ndaj saj mund të ketë sigurisht edhe pasoja të mëdha. Mendon se rrezikon NATO të përfshihet drejt për drejt në konflikt pas kërcënimeve ndaj bazës britanike në Qipru? Atëherë duhet theksuar diçka. Fillimisht baza britanike në Qipru është nga 2 bazat evropiane që është goditur me dronë. Baza tjetër ka qenë një bazë franceze në gadishurin arabik, që është sulmuar me dronë, po pa dëme të mëdha, ashtu si baza britanike nuk ka pas një dëm të jashtëzakonshëm ose humbje në jetë. Duhet theksuar fakti që të dhënat mbi atë që ka ndodhur në bazën britanike, siç e përmendëm më parë, janë ende të paditura shumica. Ndonse retorika e mbështetur nga Izraeli thotë që ata kanë qenë dronë shahet. Imazhe satelitore, pamjet filmike që kanë qenë dhe shumë të dhëna prej provave materiale të dronëve që janë eliminuar në bazën britanike në Shqipëri kanë treguar që droni nuk ka qenë një dron shahet, nuk ka qenë një dron iranian. Pra konkluzionet akoma nuk kanë dalë përfundimtare dhe nuk mund të themi se çfarë ka qenë dhe se çfarë impakti do të ketë. Impakti sigurisht baziku do të jetë që tani Qipro është në alert. Greqia, një vend i ngushtë me Qipron, ka ngritur avionët në ajër, edhe Turqia gjithashtu ka aktivizuar trupat ushtarake në kufi në lindjen e mesme, po edhe në kufi me Qipro, trupa detale për të mbrojtur ndaj çdo mundësie për një përsëritje të kësaj situate. Trupat e NATO gjithashtu kanë aktivizuar atë që ne e quajmë si kondin e emergjencës, pra atë mundësie potencialisht të lartë për sulme aksidentale ose të qëllimshme ushtarake kundrejt bazave aktualisht që ata të Qipros që përdoren për operacionet ushtarake në lindjen e mesme, po që kryesisht një pikë tjetër e rëndësishme që do të përmendur është fakti që shumë analistë dhe ekspertë ushtarak ka thënë që kjo mund të jetë jo një sulm iranian, po thjesht një provokim i bërë nga ana e Izraelit, siç e thash me puset e naftës dhe me rafinerit e naftës në Emiratet e Bashkuara Arabe. Një tentativë e ushtrisë izraelite për ta eskaluar konfliktin, duke qenë që sot Izraeli është i izoluar, duke qenë që shumë vendet e NATO-s nuk kanë pranuar të hyjnë në këtë aventurë ushtarake që, siç e përmenda, është nisur për qeverisë e Izraelit, nuk është nisur për amerikanëve. Amerikanët ishin në Gjenev duke bërë bisedime. Dhe në fillim ka qenë sulmet izraelite që u ndoqën me sulmet amerikane më pas. Pra, duhet theksuar ky fakt. Dhe si mundësi kjo duhet lënë e hapur. Pasi ne e dim që kjo ka qenë taktikë e ndjekur dhe më parë. Për të eskaluar konfliktin janë ndërmarrë iniciativa sabotazhi, iniciativa sulmi për të futur shtetet të tjera në lojë. Edhe për të hapur konfliktin më të gjerë. Pasi ne e dim që sot Irani ka treguar atë që ne mund ta quajmë një forcë surprizuese dhe një rezistencë surprizuese kundrejt SBA-s së Izraelit dhe njëkohësisht ka treguar se është i aftë shaktoj dëme
jo vetëm materiale, po dhe militare dhe në jetë ushtarësh. Amerika deri tani ka humbur diku te 6 ushtarë amerikanë në 18 të plagosur, pa përmendur siç e thash me miliarda dollar të infrastrukturës ushtarake. Ne i ta gjë ka ndodhur me Izraelin me bombardimet dhe me infrastrukturore dhe viktimat që ka pasur civil nga bombardimet në Tel Aviv dhe në qytete të tjera. Kështu që nuk do të isha skeptik që ne ta quajmë këtë një tentativë eskalimi, me thënë faktike, është shqetësuese, por është e qëllimshme, më shumë se sa një tentativë e Iranit për ta hapur luftën në gjithë Mezeun, në gjithë gadishmën arabike të tjerë. Pasi siç e dim, Irani e ka bërë qartë që sulmet do të jenë kundër Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit. Dhe sigurisht bazave ushtarake, fasilteteve ushtarake, jo kundër vendeve të tjera. Nëse vendet arabe do ta suportojnë në çdo lloj mënyre ushtarakisht flasim, jo nga bazat ushtarake, thjesht ushtarakisht Amerikën dhe Izraelin, atëherë edhe ato do të jenë objekte të bombardimeve. Siç ata kanë treguar që janë të aftë të bëjnë bombardime në Dubai, në aeroportet e Kuvajtit, Abu Dhabit e të tjerë. Kështu që E qartë, nga ana tjetër, pse Irani po godet objektivat amerikane dhe izraelite njëkohësisht, Elianos, dhe është kjo strategji ndoshta për të zgjeruar luftën? Një strategji për të zgjeruar luftën, kjo nuk mund të quhet në baza praktike, pasi nëse ti je i rrethuar me baza ushtarake të vendeve që të cilat ty të kërcënojnë gjatë gjithë kohës, të vendeve të cilat të kanë bombarduar gjatë gjithë kohës, të cilat ushtrojnë presion ushtarak ndaj teje gjatë gjithë kohës, sigurisht që është e logjikshme që qeveria iraniane ka për të targetuar edhe për të sulmuar bazat ushtarake të vendeve armike, në cilat ajo është aktualisht në luftë. Pasi siç e tham, Amerika ka deklaruar luftë të hapë dhe Izraeli kundër Iranit me qëllim për një ndryshim regjimi dhe për ta kthyer Iranin në një lloj prototipi të Irakut, një shtet kukull të amerikanëve dhe izraelitëve. Tu nuk ka të bëjë as pak retorika të cilën njerëzit e quajnë anti-amerikane ose anti-izraelite të tjerë. Tu ka të bëjë fakti se Izraeli historikisht ka bërë provokime kundrejt Iranit. Siç e dim, lindja e mesme sot është kthyer në kaos totalisht. Prej Izraelit, Iraku kaloi në luftë dhe pushtim, Siria kaloi në luftë civile, Jemeni është akoma në luftë civile, Sudani sot është ndarë në 2 shtete luftë civile, Libia në luftë civile të tjerë. Pra, siç e shikojmë, Libani kohësisht në luftë civile dhe i bombarduar së fundi sërish nga Izraeli. Pra, sigurisht që kjo tentativë sulmi, eskalimi, targetimi të bazave ushtarake amerikane dhe izraelite është diçka e logjikshme. Nga ana dhe diçka me thënë që nuk besoj që ka nevojë për një dije të madhe për ta kuptuar, nëse ti je rrethuar nga vende që cilat gjithçka e tu i kanë kthyer në gërmadha, gjithçka e tu i kanë çuar luftë civile, gjithçka e tu i kanë shkatruar totalisht dhe i kanë rënuar ekonomikisht, sigurisht kjo është gjë më bazike. E para, e dyta, bazat ushtarake amerikane dhe izraelite janë përdorur shpesh, siç e përmenda, për bombardimet që janë bërë Iranit. Dhe Irani nuk ishte ndërmend për ta eskaluar situatën në këtë farë pike. Siç e përmenda edhe më parë, bisedimet, siç e kemi përmendur së bashku në emisionet e kaluara, bisedimet po vazhdonin shumë mirë në Gjenev. Madje amerikanët dhe iranianët thanë që ishin produktive, pozitive, po jepnin shumë fryte e të tjerë dhe po arrijej një marrëveshje. Ishte gati për të thënë një marrëveshje. Dhe presidenti Trump e përmendi që po bëhej gati për një marrëveshje të madhe, ishte gjetur një gjuhë e përbashkët mirëkuptimi dhe ne shikojmë që sapo ndodhen këto deklarata, sapo ndodhen që gjëja po vënë mirë dhe gjithë kishin filluar të kishin shpresë që gjëja mund të mos eskalonte, ne kemi sulmet izraelite dhe më pas ndyrën amerikane, të cilët e kanë kthyer proceset e bisedimeve në Gjenev në një farë thjesht maske për të fituar kohë dhe për të përgatitur për të eskaluar situatën në atë pikë që ne kemi sot, pra për të filluar sulmimet. Kështu që më shumë se një sulm thjesht sepse Irani po sulmon. Unë do ta shikoja se kjo është një përgjigje e ashpër e Iranit për aktin e
ne mund ta quajmë me plot gojë të pabes të amerikanëve që i goditën mbas shpine. Do se ata po u jepnin dorën në Gjenev, nesër i filluan të bombardonin, njëkohësisht për të u hakmarr për atë çfarë ndodhi, vrasjen e liderit të tyre, e cila është vrasje politike kundrejt çdo ligji ndërkombëtar, duhet përmendur, kundrejt çdo ligji ndërkombëtar, pavarësisht se ne mund të themi Khamenei përdori dhunë kundër protestuesve të tij. Shteti i Iranit është shtet teokratik, është shtet sovran, i njohur në Kombet e Bashkuara dhe sigurisht me plot të drejtë për të përfaqësuar atë mënyrë që ata zgjedhin të përfaqësojnë. Nëse ata nuk kërcojnë të tjerë, sigurisht. Qartë, nga ana tjetër, Elianos, një tjetër moment i cili ka ngritur tensioni ishte dhe incidenti me raketën pranë bazës së NATO-s në Turqi. Mendon se mund të përfshihet ndoshta Turqia në këtë konflikt pas incidentit që ndodhi ditën e djeshme? Incidenti në bazën e NATO-s në Turqi, në bazë të pakta raportimeve turke dhe të deklaratës së presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, është lënë në mënyrë, le të themi, praktike, është lënë në heshtje, është në fillim me sa u raportua u mohua, më pas doli që kishte ndodhur vërtet, por që qeveria turke dhe ushtria turke nuk ka pasur një deklaratë të ashpër, dënuese ose për të akuzuar dikë deri më tani të paktën. Turqia ndosë ka dënuar jashtëzakonisht ashpër atë çfarë Izraeli ka bërë dhe fillimin e sulmeve izraelito-amerikane kundër Iranit, ka mbajtur një, le të themi, qëndrim krejt neutral deri më tani, një qëndrim fort të moderuar, ndoshta dhe praktik nëse mund ta quajmë, të cilët kanë gjithashtu kritikuar eskalimin e situatës në lindjen e mesme dhe kanë theksuar që sa më shumë që kjo luftë vazhdon, sa më shumë që këto bombardime, armiqësi dhe politikë jo logjike po emocionale, pra tani ndjenjat e kanë marrë revansh, nuk e kanë marrë më logjika. Lindja e mesme do të kthehet në një rreth zjarri i cili do ta përpitë të gjithëve. Dhe deri më tani të paktën, Turqia zyrtarisht ka ndaluar amerikanët të përdorin bazat ushtarake dhe bazën e përmendur për bombardime ose sulme ushtarake kundrejt Iranit, gjë e cila ka ngritur sërish, siç e thash, teoritë ose anës skeptike që vetëm pasi ata refuzuan që bazat të përdorej, ashtu si Spanja, ndodhen bombardimet me dron. Kështu që sërish shumë kritik turk edhe analistë kanë thënë që ndoshta edhe ky është një tjetër provokim nga ana e Izraelit, për ta futur dhe gjithashtu Turqinë në lojë, dhe për ta futur atë në luftë, edhe për të aktivizuar sistemet e mbrojtjes së NATO-s e të tjerë. Edhe NATO të përfshihet, siç e thatë edhe ju, dhe për ta eskaluar këtë situatë. Po pavarësisht kësaj, Turqia ka mbajtur deri më tani, siç e thash, qëndrim neutral, e kanë dënuar eskalimin edhe sulmin amerikano-izraelit, por nuk kanë pranuar në asnjë mënyrë që të hyjnë në konflikt ose të lejojnë përdorimin e hapësirës së tyre ushtarake, ajrore, detare ose bazave të NATO-s për sulme kundër Republikës Islamike të Iranit. Qartë. Mirë, Elianos, për ta mbyllur, sepse jemi në fund, ndërkaq përkundër gjithë përshkallëzimi ushtarak, shumë vende po bëjnë thirrje për ulje të tensioneve, por sigurisht edhe rikthimin në diplomaci. Por me sulme që vazhdojnë çdo ditë, ndoshta shumë kush dyshon nëse do të ketë ende për hapësirë për negociata apo për diplomaci. Ti si e sheh, Elciano, ka ende hapësirë për ndonjë marrëveshje mes të dyja vendeve apo spirali i luftës është jashtë kontrollit tashmë? Atëherë, duhet theksuar fakti që iranianët e kanë mbyllur derën e bisedimeve. Pasi siç e përmendëm më parë, bisedimet po vazhdonin shumë mirë, produktive, u deklarua shumë shpesh në media pozitive, u gjet një gjuhë e përbashkët më në fund, e të tjerë. Dhe siç e përmendëm më parë, iranianët u goditën me të pabes pas shpine, gjë që ka shkaktuar edhe atë që mund ta quajmë zemërimi më të madh nga natyre pas vrasjes së liderit Khamenei. Dhe ndosë faktorët ndërkombëtar, Spanja, sidomos në Bashkimin Evropian, siç e dim, Turqia, Rusia, Kina e të tjerë kanë bërë thirrje të vazhdueshme
për rikthim në bisedime, për një deeskalim të situatës të tjerë, gjinja nuk duket kërkuar në këtë aspekt. Siç e përmenda më parë, emocionet e kanë marrë atë që mund të themi logjikën në revansh. Gjinja sa vjen eskalohet çdo moment më shumë. Impakti ekonomik nga ana tjetër që i luftës, miliardat e dollarëve të humbur të amerikanëve në infrastrukturë, fakti që Amerika sot paguan mbi $700 milion për ditë për luftën, që sipas statistikave të agjencisë turke të lajmeve Anadolu sërishmi, fakti që ka pasur shumë viktima civile nga ana e Iranit, duket se të gjitha këto faktorë ekonomik, ushtarak, material dhe në jetë civile kanë çuar totalisht në një ndromësim të dialogut midis dy shteteve. Dhe vetë Omani, sultanati i Omanit, i cili ka qenë historikisht dhe për një kohë të gjatë iniciatori i dialogut midis SBA-s dhe Iranit, në Oman para Gjenevës morën pjesë dhe u zhvilluan disa takime midis delegatëve iranian dhe amerikan, ka kritikuar ashpër televizion amerikane duke quajtur një minim të gjithë procesit të paqes, të gjithë dialogut diplomatik, të iniciuar nga Omani, nga Zvicra, nga vende të tjera të Gradishut Arabik ose botërore si Kina, Rusia e të tjerë, dhe e cila po na impakton të gjithëve ekonomikisht, me impaktin e jashtëzakonshëm ekonomik që ka pasur sidomos në Azi, ku Azia do të jetë rajoni më i prekur deri më tani. Dhe të gjithë vendet aziatike, kryesisht ato që kanë thirrur më fort, sidomos Malajzia, për rikthim të dialogut, të përfundim të konfliktit të armatosur dhe të eskalimit të mundshëm të situatës, dhe sigurisht në vendet evropiane, të cilat sot janë në një përballje të drejtë për drejtë me SBA-n, siç e dim. Spanja ka mohuar dhe ka ndaluar përdorimin e bazave ushtarake spanjolle për sulme ndaj Iranit. Amerika ka tërhequr avionët dhe ka pezulluar gjithë tregtimin me Spanjën. Vendet e tjera të NATO-s njëkohësisht janë deklaruar neutrale ose me pavullnet për të ndërhyrë në të, që ka shkaktuar sigurisht gënjim nga amerikanët, dhe dialogu në këtë pikë do të është propozuar nga evropianët, siç e thash, nga Omani, nga vendet aziatike si Malajzia, Kenia të tjerë, duke se nuk shndron kurkund, përderisa emocionet e kanë marrë në dorë situatën, dhe përderisa tashmë duket se kutia e Pandorës është hapur dhe tyja palë nuk ka më çfarë të humbi. Irani nuk ka më çfarë të humbi tani. Negociatat dështuar, lideri i tyre u vra, izraelitët dhe amerikanët deklaruan zyrtarisht ata në luftë me ta, për çfarë ka për të humbur këtu? Pse duhet dialog? Siç e përmendi dhe ministri i punëve të jashtme të Iranit në një intervistë për një televizion amerikan së fundmi. Ne e zhvilluam dialogu nuk dha produktivitet, ne u goditëm pas shpinjes gjatë dialogut. Pse duhet më dialog? Çfarë u shndron thelbi i dialogut? Gjë që sigurisht është potencialisht shumë e rrezikshme, pasi siç e dimë, nëse kanalet e komunikimit mbyllen midis palëve aktuale në konflikt, mund të pritet gjithçka. Dhe si ajo që ka qenë shqetësimi i madh i Kombeve të Bashkuara dhe Organizatës Ndërkombëtare të Energjisë Atomike ka qenë facilitetet atomike të Iranit dhe të Izraelit, të cilat nëse bombardohen aksidentalisht me qëllim, me sabotime të tjera, nëse do që ato bombardohen, impakti tyre ekologjik, por edhe në jetë civile, pasi që ke futur jetë i shpërthim si një bombë atomike, ka për të qenë i jashtëzakonshëm. Ndërsa impakti i eskalimit të situatës dhe themi impaktit ekonomik të këtij eskalimi, ngushtisa e Hormuzit, puset e naftës, rafinerit të tjerë, duket se do të sjellë rrjedhimisht një eskalim të situatës në kontekst jo vetëm rajonal, po edhe në kontekst mesatar, nëse flasim për rajonin me zot lindor, në kontekstin e Oqeanit Indian, siç ju e përmendët me Sri Lankën, Indinë e të tjerë, e deri në trazira të brendshme në shumë vende, të cilat do të impaktojnë jashtëzakonisht prej këtyre zhvillimeve dhe po impaktojnë, siç janë vendet aziatike, sidomos Azisë Juglindore dhe të Evropës. Flasim Gjermania, Britania e Madhe janë mund të impaktuar aktualisht. Qartë. Ndalur sërish të gjeopolitika.